Mirëmbajtja e rrugës Qukës Qafë-Ploç parashikohet të kushtoj rreth 32 milion lekë. Autoriteti rrugor shqiptar ka hapur tenderin për mirëmbajtjen me performancë të aksit të ri për një periudhë 12 mujore, teksa kontrata parashikon shërbime rutinë, sikurse janë pastrimet e rrugës, të kanaleve apo vegjetacionit, shërbime dimërore, si dhe reagim ndaj fenomeneve të paparashikuara natyrore, me qëllim garantimin e sigurisë gjatë qarkullimit të automjeteve. Pjesë e paketës së mirëmbajtjes janë dhe 2 tunelet e segmentit me gjatësi prej 716 metra dhe 311 metra. Sipas relacionit teknik, për segmentet më të ekspozuara kërkohet intensifikimi burpastrueseve dhe menaxhimi i ngricave, duke përdorur flotë dhe protokolle të dedikuara për ruajtjen e niveleve të shërbimit gjatë gjithë sezonit të ftohtë. Përmbyllja e procedurave tenderuese dhe nënshkrimi i kontratës për këtë aks rrugor ka rëndësi të veçantë, pasi segmenti shtrihet në terren malor dhe shpeshherë janë ngritur pikpyetje nëse mund të rrezikohet nga bllokimi i borës apo ngricave. Gjithsesi, gjatë përurimit, u bë me dije se kompanitë e mirëmbajtjes që operojnë në vendin tonë kanë eksperiencë të mjaftueshme për të garantuar që rruga të mos bllokohet e të qarkullohet me siguri. Segmenti rrugor Qukës Qafë-Ploç, me gjatësi 43.3 kilometra, konsiderohet një aks strategjik që lidh Tiranën me Korçën dhe i shërben komuniteteve të zonës së Mokrës. Ai u hap për qarkullim në fillim të muajit shtator, pas shumë vitesh zvaritje të punimeve.